Rikthehemi në studio live, përpara se të përcjellim zhvillimet kryesore, do të njehemi me titujt e disa prej tyre. Pas 6 muajsh zvarritje, nesër në 13 pritet ketë një vendim për kalimin ose jo për gjykim të ish kryeministrit Berisha dhe ëndrit të tij dhe 3 pandeurve për aferën Partizani. Sot, gjyqtarja rrëzoi avokatët për pavlefshmëri të provave të Spakut. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të mbetet sërish në qeli. Gjyqtari Erion Bani rrëzoi kërkesën e tij për revokim të masës arrest me burg. Gjithashtu u rrëzua edhe kërkesa e biznesmenit Elman Abule, i cili u la në arrest shtëpie. Prokuroria e Gjirokastrës nis hetime me dyshimet për 2 krime zgjedhore. Një antar i ZAZ-s në Dropull denoncoi kreun e KZAZ-s për humbjen e vulës. Hetime nisën edhe pas denoncimit të një qytetari se ishte intimiduar prej bindjeve politike. Në takimet elektorale në Berat, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama tha se hyrja në Bashkimin Evropian është si të kesh mushkëri të reja. Rama tha se ka 2 rekorde deri më tani, piktori më i mirë mes kryeministrave dhe kryeministri më i mirë mes piktorëve të botës. Kreu i PD Sali Berisha në një takim me gratë kandidate në Tiranë premtoi të falë çdo gjob për biznesin e vogël dhe qytetarët nga viti 92. Berisha premtoi edhe energji falas përmes paneleve diellore nga shteti, si dhe heqje të disa taksave. Mbi 100.000 njerëz janë në radhë në Shëmpjetër në pritje për të dhënë lamtumirën Papa Franceskut. Klerët shqiptar do të shkojnë në funeralin e tij në emër të vëllazërisë fetare e vlerësuar nga Papa. Stambolli u trondit nga disa tërmete, më i forti prej të cilëve me magnitudë 6.2 Richter. Autoritetet turke thanë se dëmet janë të vogla dhe nuk ka të lënduar thirrje e banorëve të mos hyjnë në banesat e dëmtuara.